بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت bërja e haxhit për njeriu e pamundur ose për shkak të vdekjes ose për shkak të pleqërisë ose për shkak të vdekjes. Pa dikush që kanë të vërtetë, pra mund bëhet haxhi për dikë që s'ka mundësi shëndetësore ose që s'ka mundësi, domethënë për shkak të moshës ose nëse ka ndruar jetë, pra shëndetësore, shkak të moshës ose vdekje. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه تقول فضل ideali i Abbasit që i bie ishte çuni i xhajes pejgamberit alayhis salam. Ishte mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe erdhi një grua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'i bërë pyetje. Fadli e shikonte dhe ajo shikonte Fadlin. Të dy shifshin njëri tjetrin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e kthente fytyrën e Fadlit nga krau tjetër. Ai e kthente kokën, pastaj ting shifte prapë. Disa herë kjo punë. Nuk i tha pejgamberi se amor pis or maskara, nuk i tha. Thjesht i kthente kokën anash, ta i kthente prapë. Pejgamberi e kthente nga krau tjetër, e kthente prapë. Ajo pyeti: O dërguari i Allahut, inna faridat Allahi ala ibadihi min ajri abi shaykhan kabira la tudarrah fa hujjan. O dërguari i Allahut, obligimi i haxhit babain tim e ka zënë të moshuar shumë. Nuk mund të ri ndeve, pra nuk mund të ri kalëruar, nuk të qëndron dot. A mund ta bëj unë haxhin për të? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Na'am." Po. Po ashtu Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma tregon. Kush është Fadli tani që tregon? Autori i historisë. Thot: "Ja'at imra'atun min Khat'am 'am hajjat al-wafd qala Rasulullah inna faridat Allah 'ala ibadihi fi al-hajj adrakat bi shaykh qabila sawa rahila fal yuqda 'anhu aw hujja 'anhu qala na'am." Një grua thot erdhi nga fisi Khat'am dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: obligimi i haxhit për robët e tij e ka zënë babain tim në moshë të madhe të thyer dhe nuk mund të rri mbi kafshë, domethënë mund tas. Jo vetëm që secën do të pas në korin do të kafshë. A mund ta bëj për të haxhin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Na'am." Do thot po. Kushti i vetëm kur bëhet haxhi për dikë është që personi që e bën haxhin për dikë duhet ta ketë bërë haxhin një herë për vete. Argumenti është një hadith tjetër që thotë: "Hajjajta an nafsik." Tha jo. A ke bërë haxhin ti? Tha jo. Atëherë tha: "Hujja an nafsika thumma an shubruna." Boje haxhin për vete, pastaj boje për atë personin që ke bën jetë me po haxhin. Pra personi që bën haxhin për një tjetër duhet ta ketë bërë haxhin vetë përpara. Duhet ta ketë bërë vetë haxhin përpara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.